Të nderuar deputet, i nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuar zëvendës Kryeministra dhe Ministra të Kabinetit Qeveritar, e nderuar Presidente Atifete Jahjaga, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në Kosovë, të nderuar zonja dhe zotrin pranishëm, qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media që po e përcjellni këtë seancë. Mirë se keni ardhur në ceremoninë përkujtimore në shenjë nderimi për kongresmenin Eliot Engel. Ju lutem që të ngrihemi në këmbë me 1 minutë heshtje të nderojmë kongresmenin amerikan Eliot Engel. Ju faleminderit. Tani më lejoni që në këtë ceremoni përkujtimore në shenjë nderimi për kongresmenin amerikan Eliot Engel, t'ju drejtohem me një fjalë rasti. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, i nderuar Kryeministër Albin Kurti, të nderuar zëvendës Kryeministra, Ministra të Kabinetit Qeveritar, e dashur Presidente Atifete Jahjaga, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm, të nderuara media. Sot në këtë seancë solemne kujtojmë dhe nderojmë një njeri që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës. Sot e nderojmë dhe kujtojmë mikun besnik, por edhe ligjvënësin e drejtë amerikan, i cili në ditët më të vështira të historisë sonë të re, bashkë edhe me shumë kongresistë dhe senatorë tjerë amerikan, ngriti zërin fuqishëm kundër shkeljes së drejtave tona, represionit dhe persekutimit nga regjimi serbo-jugoslav. I lindur dhe i rritur në Bronx, ai përkiste një brezi politikanësh që e kuptonin shërbimin publik si detyrë morale dhe jo si privilegj. Për 32 vite, 16 mandate me radhë, ai shërbeu me ndershmëri dhe vendosmëri në Kongresin Amerikan. E drejtoi Komitetin për Punë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve. Përgjatë gjithë karrierës së tij politike, ai nuk rreshti së kërkuari drejtësi për popullin e Kosovës, duke shpërfaqur kështu virtyte të larta njerëzore të një politikani të rrallë dhe të një njeriu të madh. Në vitet e errta, kur shqiptarët e Kosovës po vuanin në regjimin e Miloševićit dhe bota ende hezitonte të vepronte, Eliot Engel ngriti zërin. Ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara shtrihen oqeane dhe mijëra kilometra. Në hartë jemi larg, në madhësi dhe në fuqi jemi të pakrahasueshëm, por në jetën e kombeve të shtypura largësia më e madhe është qëndrimi larg, vëmendjes dhe vendimarrjes. Vendet e vogla shpesh duhet të trokasin gjatë në dyert e botës që të dëgjohen. Në shumë raste ato dyert mbeten të mbyllura derisa bëhet tepër vonë. Rajoni jonë e njeh mirë këtë pritje. Por kur ke miq sikurse kongresisti Eliot Engel, hapja e dyerve të tilla është e mundshme dhe është historike. Të nderuar deputet, më 11 qershor të vitit 1996, kongresisti demokrat arriti ta sigurojë mbështetjen e demokratëve dhe të republikanëve për çështjen e Kosovës. Ata ja dërguan presidentit Bill Clinton një letër në cilën ndër të tjera thuhej: "Ne besojmë se ka ardhur koha që gjendjes në Kosovë t'i kushtohet vëmendja që e meriton. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara duhet t'i kushtojnë Kosovës nivelin më të lartë të vëmendjes që tani, në mënyrë që situata atje të mos përkeqësohet edhe më tej." Disa javë më vonë, më 26 korrik 1996, në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s, u shqyrtua rezoluta 155 për Kosovën, tekst të cilën vetë Engel e kishte hartuar dhe e cila dënonte represionin në Kosovë, kërkonte rikthimin e drejtave qytetare politike të popullit tonë dhe rikthente Kosovën në vëmendjen e Washingtonit.
Në raport me çështjen e Kosovës, Engel e kuptoi se kauzat e drejta kërkojnë unitet dhe bashkimin edhe të republikanëve edhe të demokratëve. Prandaj suksesshëm arriti të sigurojë mbështetje të gjerë në Kongres. 2 vite pas rezolutës, më 17 mars 1998 në Kongresin Amerikan, Engel foli për përshkallëzimin e dhunës në Kosovë dhe kërkoi që represioni nga regjimi gjenocidal i Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës të mos tolerohej në asnjë mënyrë. Ai e futi Kosovën në rendite në Washington. Në ato vite të rënda, Kosovës nuk i hyni në punë reagimet e vonshme, por njerëzit që flisnin me kohë dhe aty ku fjala ka peshë. Engel ishte njëri prej atyre njerëzve. Gjatë vizitës tij në Kosovë në shtator të vitit 1999, ai shprehi qartë dëshirën që populli jon të jetojë lirë dhe i pavarur. Kur e shpallën pavarësinë më 17 shkurt 2008, ai ishte ndër mbështetësit më të vendosur të njohjes ndërkombëtare. Por ajo që e bëri të veçantë nuk ishte vetëm ai moment historik. Ishte fakti se nuk u largua pas tij. E dinte dhe thoshte hapur se pavarësia nuk është fundi i një rruge, por fillimi i një pune të vështirë. Kështu vazhdoi të qëndroj pranë Kosovës, duke mbështetur forcimin e institucioneve demokratike, zhvillimin e forcave tona të sigurisë dhe thellimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në periudhat kur rruga joni ishte vështirë dhe sfidat ishin shumë të mëdha, zëri i tij mbeti i pandryshuar. Ky nuk ishte angazhim diplomatik i zakonshëm, ishte besnikëri ndaj një miqësie të përzemërt. Elliot Engel nuk e donte Kosovën nga larg, nga deklarata të buta dhe nga vizita ceremoniale. Ai e mbrojti atë me argumente, me votë, me prezencë dhe me besim të palëkundur në drejtsinë e kauzës sonë. Ishte i vetëdijshëm për çmimin e qëndrimeve të tilla dhe megjithatë qëndroi. Sot kur e kujtojmë, ne nuk e kujtojmë vetëm kongresmenin Engel, para së gjithash e kujtojmë njeriu që zgjodhi të jetë në anën e së drejtës, në kohë shumë të vështira për popullin, por edhe për vendin tonë. Trashëgimia e Engel nuk do të qëndrojë vetëm në arkivat e historisë sonë, ajo jeton në miqësinë e fortë dhe strategjike mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Miqësi që ai e kultivoi me durim dhe me bindje. Ai jeton para së gjithash në kujtesën e qytetarëve tanë, të cilët e dinë se liria e tyre ka pasur mbrojtës të vërtetë përtej kufive tanë. Jeta e tij u shua aty ku edhe u formsua, në Bronx, i rrethuar nga familja dhe nga njerëzit e tij të dashur. Por ndikimi i tij do të ndjehet gjatë në zemrën e çdo shqiptari dhe do të kujtohet për herë me nderim të thellë dhe me dinjitet, si njeri që Kosovës ju gjend pranë kur kishte më së shumti nevojë. Elliot Engel e deshi Kosovën, prandaj Kosova nuk do ta harroj kur atë. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Faleminderit. Para se t'ja kaloj fjalën kryeministrit, më lejoni që të përshëndes edhe presidentën Vjosa Osmani Sadriu dhe të vazhdojmë me seancën. Kryeministër, fjala është për ju. E nderuara zonja Albulena Haxhiu, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, njëherësh edhe ushtruese e detyrës së presidentës të Republikës Kosovës, të nderuar deputet dhe antar të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar, të nderuara presidente Vjosa Osmani Sadriu dhe Atifeti Ahjaga, i nderuari doktor Shqiptar Demoqi, të nderuar përfaqësues diplomatik të vendeve mike në Republikën e Kosovës, të nderuar praneshëm zonja dhe zotëri, unë besoj që zgjidhja e vetme për Kosovën është pavarësia. Më lejoni t'ju tregoj se i them Kosova, sepse 90% e njerëzve që jetojnë aty i thonë Kosova, prandaj po e përdor anë. Pavarësia dhe vetëvendosja është e vetmja zgjidhja afatgjate. Shqiptarët e Kosovës kur nuk do të trajtohen drejt në Serbi dhe kjo është dëshmuar sa herë. Mendoj se politika jonë është mjaft e mangët, sepse për aq kohë sa e shohim Miloševićin si pjesë të zgjidhjes, pa e kuptuar sa ajo është problemi e jo zgjidhja, me çfarë do që ne dalim e që përfshin atë është e destinuar të dështoj. Mbaron citati.
Me këtë qëndrim të prerët guximshëm që krahas historisë njihte realitetin, nevojat e kohës dhe përfaqësonte një vizion të kthjellët të largpamës, e kishte nisur fjalën e tij kongresisti Eliot Engel në takimin e Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare me 10 shkurt 1999. Atë kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po diskutohej për dërgimin e forcave toksore në Kosovë si pjesë e misionit paqëruajtës të NATO-s, si përgjigje ndaj krimeve të tmerrshme, spastrimit etnik dhe gjenocidit që Serbia po kryente ndaj shqiptarëve. Kongresisti Eliot Engel, miku dhe mbështetësi i madh i shqiptarëve në përgjithësi dhe i Kosovës në veçanti, nuk hezitoi asnjëherë të ngriste zërin në mbrojtje të drejtave të njerëzit dhe të pozicionohej në anën e drejtë të historisë. Për më tepër, ai avokoi dhe u angazhua pa u kursyer që të drejtët të triumfojnë. Kur erdhi në Prishtinë, me rastin e hapjes së zyrës informuese të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në qershor të vitit 1996, ai e cilësoi atë si ambasadën e parë të qytetarëve amerikanë në Kosovë, duke u shprehur i bindur se një ditë do të ketë një Republikë të Kosovës. Këtë e tregoi vetë me 4 korrik 2019, në ditën kur preu shiritin e ndërtesës së re e moderne të ambasadës së Shtetit Bashkuara të Amerikës në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Kjo bindje e shprehur 3 dekada më parë, kur Kosovës i mungonin zëra si Engel, është dëshmi që përveç se rrethonat politike, ai njihte të drejtën historike të shqiptarëve të Kosovës për të pasur një shtet. Kongresisti Engel, miku i madh i kombit ton, krah të cilit qëndruan figura të rëndësishme shqiptar-amerikane, që dhanë kontribut të pamatshëm, ishte nga zërat e hershëm, në plejadën e Tom Lantosh, Bob Dole e Joe Dioguardi, të gjithë këta gjithnjë të palëkundur në mbështetje të Kosovës, në ditët kur drejtësia për popullin ton kërkonte guzim dhe vendosmëri. Ai nuk u kursye asnjëherë në angazhimin e tij, duke e ngritur dhe duke avokuar për mbrojtjen e çështjes sonë në institucionet më të larta amerikane. Për më shumë se 3 dekada, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, Engel ishte një shërbyes i përkushtuar i qytetarëve amerikanë dhe përfaqësues i fuqishëm për të drejtat e njeriut dhe ato civile, kudo në botë e sidomos për ne. Kongresisti Engel i qëndroi besnik angazhimit për kombin ton, që kur u njoh për së afër me të. Në shënimin e 10 vjetorit pavarësisë së Republikës Kosovës, në këtë foltore, në kuvendin e shtetit të cilin kongresisti Engel ishte i bindur se do të bëhej, ai tha, po citoj: "Dua ta shoh Kosovën të njohur nga secili shtet në botë, dua ta shoh Kosovën në Bashkimin Evropian, dua ta shoh Kosovën në NATO dhe dua ta shoh Kosovën në Kombet e Bashkuara", mbaron citati. Pra, ai donte për ne atë që ne duam për vete. Kongresisti Engel donte për ne atë që ne dëshëm për veten ton edhe në vitet e 90-ta, kur fliste jo vetëm për liri, por edhe për pavarësinë dhe shtetin, për Republikën e Kosovës si domosdoshmëri. Në kohët më të vështira për shqiptarët, Engel u bë zëri që nuk e kishim. Ai u bë kongresisti ynë, i tillë do të mbetet përgjithmonë. Interesi i sinqert për të ardhmen e Republikës së Kosovës, për të cilën punoi aq shumë, ishte gjithmonë në qendër të takimeve tona që kemi pasur, duke filluar nga takimi im i parë me të me 9 dhjetor të vitit 1997 në New York. Liria dhe pavarësia e Kosovës janë sukses i sakrificës së popullit ton dhe mbështetjes së aleatëve ton perëndimor, ku një vend të veçantë zë pikërisht Eliot Engel. E po të mund t'i dëgjonte Eliot Engel këto fjalë që i themi për të ne sot këtu, jam i bindur që ai do të thoshte se meritat i ka të përbashkëta me këshilltarin dhe bashkëpunëtorin e tij të ngushtë, Jason Steinbaum, të cilin e përshëndesim përzemërsisht. Republika e Kosovës me qytetarët e saj dhe mbar kombi shqiptar janë përjet mirënjohës ndaj kontributit të kongresistit Eliot Engel. Vdekja e tij është humbje e madhe për ne, por kujtimi për të dhe trashëgimia e tij do të jetojnë përherë. Ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe dashamirëve
të kongresmenit. Ju faleminderit. E falenderojmë kryeministrin për fjalën e tij. Tani është radha e grupeve parlamentare. Me këtë rast ftoj zonjën Liza Gashi nga Lëvizja Vetëvendosja. E nderuar UD Presidente e Republikës Kosovës, kryetare Kuvendit zonja Alblena Haxhiu, i nderuar kryeministër i Republikës Kosovës zoti Albin Kurti, të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të misioneve diplomatike këtu në Kosovë, i nderuar zoti Demaçi, e nderuar zoja Shukrie Ramadani, të nderuara presidente zoja Atifeti Yahjako dhe Vjosa Osmani. Jemi mbledhur sot këtu për të nderuar një kontribus të jashtëzakonshëm për lirinë e Kosovës. Ai i cili kontriboi po ashtu që ne të mund të flasim lirshëm dhe të përfaqësojmë popullin tonë në këtë foltore. Zoti Elliot Engel do mbetet përjetësisht i skalitur në historinë moderne të Republikës sonë, si kongresist amerikan që u rrështua ndër të parët për kauzën tonë për liri. Falja dhe kontakteve të tij me komunitetin shqiptar në New York, po dhe bashkëpunimin të ngushtë me Këshillin Kombëtar Shqiptar-Amerikan dhe përfaqësues nga mërgata jonë, përfaqësimi i Kosovës për të u bë mision për cilin ne do ta njihemi gjithmonë më afër. Që nga vitet 90-ta, zoti Engel ngriti zëri kundër represionit të vazhdueshëm të regjimit serb ndaj popullit të pambrojtur shqiptar. Në veçanti, ai solli në foltoren e Kongresit Amerikan dëshmi të rënditshme mbi pastrimin etnik të shqiptarëve gjatë viteve 90-ta, duke i bërë thirrje të vazhdueshme qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërhyrje të shpejtë dhe vendimtare për ndaljen e gjenocidit. Më pas, si anëtar dhe kryetari i Komitetit për Politikë të Jashtme, ai punoi me përkushtim të palëkundur për të çuar përpara procesin e pavarësisë së plotë Kosovës, po dhe për të siguruar njohjen ndërkombëtare për Republikën tonë. Ai po ashtu mbeti besnik ndaj kësaj kauze deri në fund të karrierës së tij, duke mbrojtur edhe avancimin e Republikës Kosovës në çdo sferë, po me theks të veçantë, duke qenë shumë i qartë për antarësimin e Kosovës në NATO, duke theksuar se mos mbështetja për ndërtimin e ushtrisë së Kosovës do të ishte e pakuptim dhe e pajustifikueshme. Ndarja nga jeta e zotit Engel nuk është lajm i hidhur vetëm për Kosovën dhe popullin e saj, por për gjithë ata që e njohun. Përveç familjes dhe kombit të tij, ai do të mungoj thellësisht edhe popullit shqiptar, për të cilin dha shumë. Ngushëllimi i vetëm qëndron tek kujtimet dhe fjalët e tij pas çdo vizite që ai kishte në Kosovë, cilat ai i përshkruante si një përkujtim i jashtëzakonshëm i një ndjenje mirënjohje. Nga udhëheqësit institucional e deri te çdo qytetar i thjeshtë që i takonte në vendin tonë. Ai shpesh e theksonte se ndonse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontribuar në shumë vende të botës, askund tjetër nuk ishte hasur në një ndjenjë kaq të thellë mirënjohje dhe miqësie si në Kosovë. Të tillë miq i duhen Amerikës, thoshte zoti Engel. Për Kosovën, Elliot Engel nuk ishte vetëm një mik i madh në Kongresin Amerikan. Ai kuptoi drejt dhimbjen tonë, e mbrojti të drejtën tonë për liri dhe qëndroi pranë nesh atëherë kur rruga drejtësisë dukej shumë e gjatë dhe e vështirë. Prandaj sot ne nuk e kujtojmë atë vetëm si një burr shtetas amerikan, por si një mik i përjetshëm i Republikës Kosovës dhe i popullit shqiptar. Ne do të jemi përjetësisht mirënjohës për gjithë angazhimin që ai dha për Kosovën dhe besojmë shumë që veprat e tij që ka lënë mbrapa do të vazhdojnë besin ura të përjetshme në mes të Republikës Kosovës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Ju faleminderit, e nderuar deputete Liza Gashi. Tani ftoj në kryetaren e Kuvendit nga grupi parlamentari PDK, zonjën Vlora Qitaku. E nderuara kryetare e Kuvendit, kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, presidente Yahjaga, presidente Osmani, zoti Demaçi, zonja Shukrie Ramadani, kor diplomatik, mysafir të nderuar. Më kujtohet dita kur zbrita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ambasadore, me një ndjenjë përgjegjësie që më rëndonte mbi supe dhe me një vendim të thjeshtë në mendje. Të takoj sa më shumë njerëz, të flas, të dëgjoj,
të krijoj miq për Kosovën. Pejsazhi politik në SBA kishte ndryshuar shumë. Kishte shumë kongresmen, senator, zyrtar të lartë që kishin marrë detyra të reja dhe shumë prej tyre nuk kishin lidhje të drejt për drejt historike, politike apo emocionale me Kosovën. Takime të pafundme në korridoret e institucioneve, në zyre të vogla e në salla të mëdha, ku vendimet marrin formë. Por diçka e pazakont ndodhte vazhdimisht. Sa herë filloja të flisja për Kosovën, për rrugtimin ton, për plagët tona, për shpresat tona, përballë meje nuk kishte habi. Nuk kishte pyetje të para. Kishte një buzëqeshje të lehtë dhe një pohim të qetë. E dim. Dhe pastaj thuaj se si një refren që përsëritej në çdo cep të Washingtonit. Na ka treguar Eliot Engel. Në fillim mund të duket rasti, pastaj një rasti që përsëritet shpesh, e më pas e kupton. Nuk po fillonim nga e para. Dikush kishte qenë aty para nesh. Dikush kishte folur, kishte shpjeguar, kishte bindur. Kishte ndërtuar urat të padukshme por të fuqishme, mes një vendi të vogël dhe një bote të madhe. Eliot Engel kishte bërë atë që shumë pak njerëz arrin ta bëjnë në politikë. Kishte lënë gjurmë në ndërgjegjën e njerëzve. Dhe atëherë kuptova që misioni im ishte shumë i lehtë. Nuk kisha detyrë vetëm të krijoja miq, por t'i nderoja miqësitë që Eliot Engel kishte krijuar për ne. Sepse kur një popull i vogël dëgjohet pa qenë i pranishëm, kur historia e tij rrëfehet nga të tjerët me ndershmëri, me bindje, atëherë kjo histori ka gjetur një zë të vërtetë. Dhe ai zë për ne ishte Eliot Engel. Ishte zë që mbështeti Kosovën në ditët më të errta të okupimit. Profetike mbetet deklarata e tij në ditën kur kasapi i Ballkanit ja ndaloi hyrjen në Kosovë gjatë luftës. Shumë shpejt, tha kongresmeni, Kosova do të çlirohet. Unë do ta vizitoj Kosovën, por ju dhe Serbia do ta keni të ndaluar të hyni në Kosovë. Ishte zë që mbështeti luftën tonë çlirimtare. Ishte ai zë që mbështeti pavarësinë e Kosovës. Ishte po ai zë që mbështeti njohjet e reja dhe antarësimin në organizata ndërkombëtare. Ishte po ai zë që mbështeti projektet tona madhore, përfshirë edhe rrugën e Kombit. Ishte po ai zë që mbështeti themelimin e ushtrisë së Kosovës. Ishte po ai zë pa të cilin nuk do të kishim marrëveshje me MCC-n. Në çdo projekt madhor, në çdo sukses të Kosovës, gjurmët e tij janë të mëdha dhe të pashlyeshme. Të nderuar të pranishëm, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë edhe për komunitetin shqiptaro-amerikan, i cili Kosovës ja ndërtoi dhe forcoi këtë miqësi. Pa ta, kjo rrugë do të ishte shumë e vështirë. Dhe në fund, dua të ndaj me ju një moment që nuk do ta harroj kurrë. Kur me majlindën fituam medaljen tonë të parë olimpike, i pari që më uroi ishte kongresmeni Engel. E morëm medaljen e parë, më tha. Jo e morët, jo e fituat, por e morëm. Sepse ai tashmë ishte një nga ne, dhe i tillë do të kujtohet gjithmonë. Faleminderit zonja Qitaku, tani është radha e grupit parlamentar
të LDK-s, me këtë rast ftoj shefën e grupit, zonjën Jehona Lushaku Sadriu. E nderuara kryetare e Kuvendit, përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë, presidente Jahjaga Osmani, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. Jemi mbledhur këtu për të ndarë ndjenjen dhe bashkë ndjenjen tonë të dhimbjes së humbjes së miku tonë të Kosovës, të shtetit tonë, por njëkohësisht për të nderuar dhe për të përullur për jetën dhe veprën e miku të madh Kosovës, kongresmenit amerikan Eliot Engel, zëri të fuqishëm të lirisë sonë në momentet më të vështira të historisë së vendit tonë. Ku gjenocidi serb po sundonte vendin tonë, një dritë e një zyreje rrinte gjithmonë ndezur në Washington, në Kongresin Amerikan. Ishte drita e kongresmenit Eliot Engel. Ai nuk ishte asnjë lidhje gjaku me Kosovën, ai s'kishte lindur as në Prishtinë, as në Peje, në Gjakov, por zemra e tij rrihte në sinkron me dhimbjet e nënave tona, me nxënësit që mësonin shqip në shtëpi private, me ideatorët e vetë shtetit të pavarur të Kosovës dhe me ushtarët tanë çlirimtar. Në vitet më vendimtare për fatin e popullit ton, kongresmeni Engel ishte një mbështetës i palëkundur, një zë i qartë i vendosur në mbrojtje të së drejtës së Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci. Në kohë kur e vërteta për vendin ton kishte nevojë të dëgjohej, Eliot Engel ishte ndër ata që e ngritën atë me guxim në zemër të politikës amerikane, duke i dhënë zë një populli që kërkonte të drejtën për të jetuar i lirë. Të nderuar koleg, ai fliste për një popull të vogël në Ballkan që po shtypej. Ai kërkonte ndërhyrje ushtarake, ai kërkonte drejtësi për familje të tëra që po përjetonin masakra në vend. Por trokiste në çdo derë duke thënë se Kosova duhet të jetë e lirë. Për kongresmenin Engel, liria e Kosovës nuk ishte një çështje gjeopolitike, ishte një çështje morale, ishte lufta e tij personale mes të mirës dhe të keqes. Në atë kohë kishte një marrëdhënie të veçantë me presidentin historik Ibrahim Rugova. Ishte më shumë se një raport politik, ishte një lidhje besimi me të dhe respekti për vizionin e përbashkët që kishim për Kosovën e lirë, të pavarur dhe demokratike. Mbështetja e tij për këtë vizion ishte e vazhdueshme dhe e sinqertë, duke bërë atë jo vetëm aleat, por mik të vërtet të popullit tonë. Pra, në atë miqësi mishrohej një aleancë sinqertë mes popujve tonë, një lidhje që nuk kundërtua vetëm mbi interesa, por mbi vlera shtetformuese. Dekorimi i tij me medaljen e artë të lirisë në vitin 2004 nga presidenti Rugova ishte një shenjë mirënjohje institucionale që në të vërtetë kontributi i tij te kalon çdo dekorat. Ai është i gdhendur në historinë e vendit tonë, në rrugën tonë drejt lirisë dhe në themelet e shtetit që gëzojmë sot. Sot në zyra tona, fotografitë e tij që ndrojnë aty si shenjë miqësie, por edhe si zotim që misioni ynë i përbashkët të qohet për tej. Ai shpesh thoshte se Kosova është në zemrën time, e sot i themi atij, Eliot, ti je në zemrën e secilit prej nesh, në lirinë tonë, në çdo germ të Republikës sonë. Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe qytetarëve që ne i përfaqësojmë, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Engel, për popullin amerikan dhe për të gjithë ata që e njohën dhe e vlerësuan këtë burr të madh. Të dashur qytetar, rruga e kongresmenit Engel do të përfundoj këtu në tokë, por emri i tij do të jetoj sa të është jeta gjallë për vendin tonë dhe për të gjithë ne. Lamtumir miku ynë i madh, lavdi jetës dhe veprës së kongresmenit Eliot Engel. Ju faleminderit zonja Jehona Lushaku Sadriu, tani ja kaloj fjalën grupit multietnik, shefit grupit zotit Artan Aslani. E nderuara ushtruese e detyrës së presidentës kryetare e Kuvendit zonja Haxhiu, i nderuar kryeministër i Republikës zotri Kurti,
e nderuara zonja presidente Jajoga, e nderuara zonja presidente Osmani Sadriu, të nderuar kabinet qeveritar, të dashur dhe të nderuar kolegë deputet, të nderuara media, të dashur qytetar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të dashur qytetar kosovar. Në historinë e shteteve të vogla, ka momente kur fati i tyre nuk përcaktohet vetëm brenda kufive të tyre, por edhe nga veprimet e botës. E Kosova e ka njohur këtë realitet. Dhe në ato momente vendimtare, pati njerëz që nuk e pon këtë vend si çështje të largët, por e pon si përgjegjësi morale. Njëri prej tyre ishte edhe një përfaqësues i denjtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një zë i fuqishëm në Kongresin Amerikan, e ai ishte Eliot Engel. Ai nuk ishte vetëm një zë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ai ishte një ndër të rodhët që e pa dhimbjen tonë dhe që shumë kush hezitonte ta shite. Ai foli kur të tjerët heshtën dhe ai veproi kur historia e kërkonte guximin. Në diplomaci shpesh përdoret fjala aleat, por te Engel ishte më shumë se kaq. Ai ishte mik i kosovarëve, sepse ai mbrojti Kosovën dhe nuk mbrojti vetëm kauzën kombëtare, po mbrojti dinjitetin e njerëzve që jetojnë këtu, pavarësisht përkatësisë së tyre. Ai e kuptoi një të vërtetë të thjeshtë, që filozofi Burke e tha më së miri. E vetmja gjë që i duhet të keqës për të triumfuar është që njerëzit e mirë mos të bëjnë asgjë. E zotri Engel nuk zgjodhi të mos bëj asgjë. Ai zgjodhi të qëndroj në anën e drejtë të historisë. Të dashur qytetar, Kosova ka pasur fatin që në momentet më të vështira të historisë së saj të ketë përkrahjen e grave dhe burrave të mëdhenj, të botës që edhe pse nuk ishin pjesë e këtij vendi, por ata e ndjenë përgjegjësi për të vepruar për të. E sot, kur i kujtojmë, nuk është vetëm një moment mirënjohje, por është një mend edhe reflektimi, sepse historia na ka vendosur në një vend ku bartim përgjegjësi. Dikur të tjerët bën shumë për Kosovën, e sot Kosova pret më shumë nga ne. Dhe ndoshta ndërimi më i madh që mund t'i bëjmë figura si Eliot Engel është ajo që nuk duhet të themi vetëm fjalë, mirë po aftësia jonë për të nderuar dhe për të ndërtuar një shtet që justifikon besimin që ata patën tek ne. Në momentet më të vështira të Kosovës, ai nuk kërkoi arsye për të pritur, por ai e bëri atë për të vepruar, kërkoi arsye për të vepruar. Sot, kur e kujtojmë, ne nuk duhet vetëm ta falenderojmë, duhet të vërtetojmë. A jemi sot ne po aq të guximshëm për të mbrojtur të drejtën sa ishte ai për ne? Sepse miqësia e tij ndaj Kosovës nuk ishte një favor, ishte një qëndrim moral. E historia i kujton ata që ishin në honën e duhur, por i nderon ata që kanë vepruar në kohën e duhur. Eliot Engel ishte njëri prej tyre. E pyetja që mbetet për ne sot: a jemi të gatshëm të veprojmë në kohën e duhur, për t'i treguar botës që Kosova ka lider që mund të bëjnë një shtet dhe bëjnë për shtet, po jo vetëm flasin për to. Trashëgimia e tij nuk qëndron vetëm në emrat e rrugës dhe në përshtatore. Ajo jeton në vetë idenë për Kosovën, si një shtet që mbron drejtësinë, lirinë, dinjitetin dhe të gjithë njerëzit që jetojnë në të. Sot, duke nderuar atë, ne shprehim mirënjohje ndaj popullit, institucionet dhe të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. I përjetshëm qoftë kujtimi për një mik të madh të kosovarëve, lavdi jetës dhe veprës së Eliot Engel.
Faleminderit i nderuar deputet Aslani. Tani është radha e grupit parlamentar të AAK-s. E ftoj shefin e grupit, zotin Besnik Tahiri. E nderuara kryetare e Kuvendit dhe ushtruesit e detyrës së presidentes zonja Albulina Haxhiu, e nderuar kryeministër, të nderuara presidente Vjosa Osmani dhe zonja Jahjaga, të nderuar mysafir nga ambasada amerikane, Emily dhe Rita, nderuar shqiptar dhe Maçi, zonja Shukrie Ramadani, të nderuar familje të dëshmorëve, invalidëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar deputet, zonja dhe zotni. Padyshim se një ndër vlerat dhe traditat më të larta të kombit shqiptar, të trashëguara brez pas brezi, është mirënjohja, falënderimi dhe vlerësimi për miqtë tonë që kanë qenë me ne në kohë të vështira, po edhe në kohë të mira. Sot, në këtë seancë përkujtimore, solemne, të iniciuar nga generali Ramush Haradinaj, vetëm për e bëjmë një vlerë që e kemë si këmbë. Për falenderojmë një burr të madh të kombit amerikan, një amerikan që me të vërtet u bo ma shqiptar se shqiptarin mbrojtje të drejtave tona në vitet më të vështira. Pra sot, Kuvendi i Republikës Kosovës po bën një akt të rëndësishëm shtetëror dhe historik, duke mbajtur këtë seancë të veçantë përkujtimore në nder e respekt të kongresmenit amerikan Eliot Engel. Ky është ma shumë se një moment kujtese. Është një shprehje e qartë mirënjohjes sonë si shtet, si kuvend, për një njeri që qëndroi me popullin e Kosovës në kohët tona më të vështira dhe në kohët më vendimtare të historisë sonë. Rruga jonë e drejtë për liri e pavarësi dihet është ndërtu me shumë sakrifica, mbi sakrificën e popullit tonë, por edhe mbi mbështetjen e fuqishme të miqve tonë të botës lirë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë histori, kongresmeni Engel e zën vendin e vetë të veçantë, që nga vitet e represionit, a ishte ndër zërat më të fuqishëm në Kongresin e Shtetit e Bashkuara të Amerikës, duke ngritur vazhdimisht çështjen e të drejtave të shqiptarëve. Ai mbështeti fuqishëm lirin, ai mbështeti fuqishëm ndërhyrjen e NATO-s, duke kontribuar në ndaljen e tragjedisë dhe në hapjen e rrugës së vendit tonë drejt lirisë. Pas luftës, ai vazhdoi të jetë përkrahas i palkundur i Kosovës në procesin e pavarësisë dhe shtetëndërtimit, si dhe në afirmimin e saj ndërkombëtar dhe marrjen e shumë njohjeve ndërkombëtare. Kongresmeni Engel nuk ishte vetëm një aleat politik, a ishte një mik i sinqert, i vërtet, i shqiptarëve dhe një zoj fuqishëm i lirisë. Nderuar deputet, në këtë rrugtim historik, një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm ka luajtur edhe lobi shqiptar-amerikan, vëllezërit dhe motrat tona që jetojnë në SBA. Nga kjo foltore, shprehim mirënjohjen tonë të thellë për shumë prej tyre. Shprehim mirënjohjen për zotin Gjimxhema, Hari Bajraktari, Rustem Gecaj, shoqatën Vatra e udhëhequr nga Elmi Berisha, për gjeneratën e re të shqiptar-amerikanëve, të cilët janë duke e trashëguar punën e madhe që e ka bërë komuniteti shqiptar-amerikan në SBA, të cilët për dekada me radhë kanë ndërtuar, mbajtur dhe forcuar lidhjen ndërmjet Kosovës dhe Amerikës. Ata ishin dhe mbetin forcë vendimtare që e mbajtit gjallë këtë aleancë strategjike dhe që bëri të mundur që zëri i Kosovës të dëgjojë në momentet më kritike për ne. Nderuar qytetarët Kosovës,
duke u mbështetur në këtë trashëgimi, duke u mbështetur në virtytin e kombit shqiptar të mirënjohjes, këtë rast mirënjohjes shtetërore, presim që këtij përkujtimi t'i japim karakter të përhershëm në ndërimin e kujtesës për Elliot Engel, ashtu siç edhe është përshkruar në kërkesën e zotit Ramush Haradinaj. Pra, prej sot, presim që Kuvendi i Republikës Kosovës të themeloj çmimin Elliot Engel, i cili do të ndahet miqve amerikan dhe personaliteteve apo institucioneve që kanë dhënë kontribut të veçantë në mbështetjet Kosovës, në forcimin e partneritetit tonë me SBA dhe në avancimin e interesave tona si shtet në arenën ndërkombëtare. Një çmim për kontribut me këtë emër të çmuar do të ishte nder jo vetëm për ne si shtet, por edhe për vetë laureatët, si një lidhje e fuqishme e qëndrueshme ndërmjet shqiptarëve dhe Amerikës. Ndërkaq, presim nga Kuvendi i Kosovës që të vendoset një memorial përkujtimor në ambientet e kuvendit që të jetë aty gjithmonë si shenjë e përhershme e kujtesës dhe mirënjohjes sonë institucionale për miqt e Kosovës. Nderuar deputet, shtetet serioze ndërtojnë jo vetëm të ardhmen, por edhe kujtesën. Duke ndërtuar miqtan të forcojmë aleancat tona dhe të japim kuptim rrugtimit tonë si shtet. Figura e Elliot Engel do të mbetet përgjithmonë si simbol i miqësisë së palkundur ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Le të jetë kjo seancë një dëshmi e fortë se Republika e Kosovës din të nderoj miqtë e saj dhe truaj kujtesën e vet historike. Ju faleminderit. Faleminderit po ashtu i nderuar zoti Besnik Tahiri. Në ndërkohë ju njoftoj që kryeministri vazhdoi në mbledhje komemorative të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe pastaj nga Instituti Albanologjik. Ju falenderoj të gjithë shefave të grupeve parlamentare, përkatësisht përfaqësuesve për fjalët e tyre. Dhe ju falenderoj po ashtu për pjesëmarrje në këtë ceremoni përkujtimore dhe i mbylli punimet e kësaj seance. Faleminderit.